Lushe, Divjaka të qëndrojnë bashki. Hajduan dhe kryeministri, jo të na shkatrojnë Divjakën, por nuk na ndihmon, po të paktën mos na shkatrojnë Divjakën. Divjaka të qëndrojnë bashki. Dhe kam një vërejtje për punojësit e bashkisë që nuk vinë, nuk duket asnjë këtu. Ata humasin dy gjëra, humasin edhe bashkinë, humasin edhe punën. Kurse unë humas vetëm bashkinë, edhe kam protestuar, biles jam edhe i smurë dhe kam ardhur natë për natë këtu. Po, kam edhe vërejtje për media. Media do t'jetë brava i qoftë sy i televizion që është i përhapur në çdo vend që ka protest, po ka media tjera që nuk vinë. Ku është Report TV-ja, ku është Top Channel? Top Channel dhe Report TV-ja vinë vetëm kur është kryeministri të festojnë. Po në qoftë se janë me popullin të vinë këtu, jo vetëm një media, pse një media vetëm? Dhe populli Divjak nuk është kaq. Populli Divjak të paktën të vinë, jo 25.000 banorë, po populli Divjak sikur të vinë, të i lanë të tirët në shtëpi dhe të vinë 10.000 banorë këtu sheshi nuk i merr sheshi gjithë. 10.000 banorë. Divjaka tjetë bashki, këtë protest kemi, këtë kërkesë kemi që mos Divjaka të mos na iki. Se dëgjojmë kryetarin e bashkisë Divjak, të Lushe, si thot, me Divjakën afrohemi, ne po bashkohemi me Divjakën afrohemi. Po është më mirë se lushnjarët nuk kanë punë. Lushnjarët i gjenë për lokale. Lushnjarët i gjenë për lokale, kurse Divjaka është në punë gjithë ditën dhe kanë ardhur të lodhur, kanë ardhur që nga puna, kanë ardhur këtu protestojnë. Po deshi Lushja dhe kryetari e bashkisë bashkohet me Divjakën, godinën e kemi këtu, le të vinë këtu, mundet dhe kryetari e bashkisë Lushjes mund tjetë edhe në kryetari këtu, fare mirë, nuk e tjetë të regla shumë, po, se lushnjarë bëjnë shumë punë po të vinë këtu. Marrin shërbimin Divjak, që këte mund shkojnë në plazh, mund të lanë me ujtë kri për atin det, po nga i coper mund vene dhe bëjnë dhe një gjumë atin në hjetë pishave, po, që ande mund vene të hanë i pesht freskët të alikalja, po të punë vend tjetër, shumë mirë bëjnë. Me i rrugë bëjnë të punë, kurse ne Lushe në s'kemi se që bëjmë. Lokale ka këtu, lokale ka dhe ati, biles këtu, kemi kafe me 500 lek ati, me 800 lek është Lushja ati. Prandaj kërkojmë që të vinë shumë njerëz Divjaka, ka 25.000 banorë, nuk ka kaq banorë sa vinë këtu. Divjaka nëse do të vinë të fundi që të prishësh Divjaka është me 25.000 banorë, ka shumë bashki me 19.000 banorë. Gjova që Konispoli ka 4.500 banorë, edhe Konispoli qëndron bashki. Po këto janë ëndrat e kryeministrit, se kryeministrin ju e dini shumë mirë që nga vinë kryeministri vinë nga diktatura, dhe kryeministri që po kryeministër me të marrë funksionin e partisë, mori një pjesë njerëz dhe i çoi te kryeministria, vinë nga dhuna ky, i organizoi njerëzit me hunje dhe me pisha lopate që lodha fshatarët e Tiranës pa pisha lopate 2 vit, dhe vajti u theu kamët policisë. Nga ati policia e theu e din shumë mirë, këta të rinë nuk e din, për këta moshahime e din shumë mirë që në fund fare, pasi thuen gardhin e policisë, doli dhe i troki se të vinë në kryeministri, nuk i dilte gjë. Nga kryeministria i troki dhe më në fund vran 4 veta, dhe tash i lozin, ka 14 vjetë që lozin, sikur kanë vrarë 4 lepuj, dhe këtu në Shqipëri nuk ka padur as gjykat, as prokuror, as hetus, as spaku, a i spaku është as spaku, doli me të rokat e mëdha që merë, kuriston, ore i marri kuristonëre, policia, prokuroria e gjykata, është gjohë se do kapin një çun, një të mitur me cigare ashash, po e dënojnë 2 vjetë, kurse këtu vlon, këtu Shqipëri vlon droga
me kujtal me ton, edhe nuk di se çfarë bëhet. Prandaj, kryeministri din gjithë nga vim, ai e mori në 2013, pasi mori u bë kryetari Partisë Socialiste, u shpallën zgjedhjet dhe para zgjedhjeve na del din shumë mirë populli që del në për qytete, në për dyqanet, kishte lista e ta kujtoni se nuk është vonë. Edhe i thoshte, qofse do ta marrim ne, këto lista do zhduken. Po e morën ne. Çuditëshin ato shitset, se kishte shitset e s'kishte markete shumë. Po si? Unë tha, po e mora unë, tha, se ne e kemi në memorin e, po e mora unë, tha, nuk do ketë lista, tha. Unë tha, do hapë, tha, 300.000 vete punëre. Do hullë, tha, qëmimin e shportës, tha. Do hullë energjinë, tha. Edhe në 2013 u shpallë votimet, vajtën njerëzit se thanë shqyqyr, në raje njëllin nga qielli. Në 2013 nuk ishte radhë për të votuar. I mori votat, po pas 2...